E para, në Shtetet Bashkuara të Amerikës është e vërtet që gjendet sot kryeministri Kurti, presidenti Osmani dhe ministri i jashtme në territorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por vetëm për një arsye. Pse është Selia OKB-s atje? Niveli dhe takimet që duhet me u shfrytzu atje janë jashtëzakonisht të rëndësishme, për shkak që të paktën është një mundësi e mirë për të vendosur kontakte diplomatike. Mos harrojmë që eventet e tilla e kanë një qëllim, pra që brenda ditës ti kesh shumë takime, do të thotë 5 minutë, 3 minutë, 10 minutë, me qëllim që të vendosësh për herë të parë takimet e tilla që më pastaj ti zbatosh. E pam që Vučići paralajmëron njohje të pavarësisë, sidomos nga vendet e Afrikës. Për mendimin tim do të ishte aftësi e qeverisë së Kosovës që t'i takoj ato shtete, të vënoj kontakte dhe mos të humbë shumë kohë. E pash që kryeministri tash se publikoi që pas ka pas takime me ministrin e mbrojtjes të Belgjikës, në mënyrë të absolute nuk e mohoj rëndësinë për të takuar me ministrin e mbrojtjes të Belgjikës, po Belgjikën e kemi 2 orë prej Prishtinës dhe konsideroj se takimet e tilla do duhet të shfrytëzohen, pra sidomos në ato vende që nuk na kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, të vënojnë kontakte dhe të lobojmë për të quar tutje çështjen e njohjes dhe pavarësinë e Kosovës. Nivelet e tilla janë të rëndësishme, por duhet t'i ndarë. Pra, do t'ishim krenar dhe duhet me kanë krenar si Kosovë, nëse shohim kryeministin Kurti në shtëpinë e bardhë në departamentin e shtetit, me takime bilaterale, takime të cilat janë punuar gjatë, kanë agjendë të caktuar, kanë pika të marrëveshjes dhe shkojnë tutje. Fatkeqësisht, po shkon ky mandat dhe takimet të tilla nuk po shohim. Është e vërtetë që qeveritë e kaluara kanë marrë pjesë në këto takime shpeshherë dhe pastaj nuk kanë pasur takime, ndoshta për të vazhduar në departamentin e shtetit ose tutje, por nuk kanë munguar takimet në departamentin e shtetit në një agjendë tjetër dhe në një proces tjetër. Dhe në këtë kuptim, dallimi po konsideroj këto sepse komplet diplomacia amerikane ka qenë në OKB. S'ka pas çush më taku në Washington. Po jo, ideja është që ti je takosh me Amerikën nëse për me ki ftesë direkt nga Amerika dhe shkon. Në këtë kuptim, ka mund me kanë Selia OKB-s këtë dikun tjetër dhe me u zhvillu takimet këtë dikun tjetër dhe mos me pa fare as aeroportin e New Yorkut. Aty u themelu. Po u themelu, po themi sikur historikisht ishte ndodh dikun tjetër themelimi i saj. Pra po themi që në Amerikë fizikisht vetëm pse është Selia OKB-s atje dhe jo pse i ki dyert e hapura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përgjigjen e saktë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e kemi marrë para disa dite. Pra, pezullimin e dialogut strategjik dhe kjo është për momentin përgjigje aty dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Mirë, fatkeqësisht nuk ishte pak faleminderit shumë, Visar. Nuk e folë gjatë, por nuk do të që të përfundojmë emisionin. Jo. As nuk po kërkojmë me përfunduar emisionin me po të faktë po mundohen. Përgjigjen e kemi marrë thua kur na u ndal negocimi, stabilizim. Po mënoj negocimi strategjik. Nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, për mua ajo është përgjigje momentale. Pa, to është me Fidanin që ka përfundu marrëdhënia e Kurtit me SBA-n? E këtu, nëse pari parushme goditjeve më të mëdha realisht. Tash mbetet, nëse në raundin e 12 pas këtij nakauti mundesh me u kfill edhe me fitu ndeshjen. Jo, raundin e 12 ka përfunduar ndeshja. Po, prandaj unë konsideroj që tash për tash zoti Kurti me Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodhet nakaut në raundin e 12. Dhe në këtë kuptim vështirë me pa që sepse nuk po shohim ndonjë lëvizje. Pra nuk mundet me ndryshu qëndrimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës pse merr ti në pjesën e New York në takimet e nivelit të lartë. Për shkak që ti e ki në agjendë shtetet e tjera dhe nuk i ki Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ti maksimumi që mundesh me shfrytëzu një takim nivelit lartë diplomatik është 5 minuta, sa me bani foto edhe me njoftë edhe me prezentu kush